Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq të kanalit Historiete. Rikthehemi edhe një herë me rastin e Narin Gyran, një rast që në fakt vitin e kaluar tronditi median botërore. Vajza e cila u gjet e mbytur apo e vdekur, e fshehur brënda në lumin Tafshan Tepe, në zonën e Diyarbakirit në Turqi. Narin Gyran, vajza 8 vjeçare, humbi jetën në mënyrë të paditur, ku më pas filluan hetimet dhe filloi të zbardhet e vërteta, ku fillimisht nuk dëshironim që ta besonim se personi i cili kishte mbytur këtë vajzën dyshoheshte të ishte nëna e saj, xhaxhai dhe vëllau. Nga të gjitha hetimet dolën që kjo gjë është e vërtet, por i gjithë fshati heshti, i gjithë fshati nuk foli, i gjithë fshati u munduaj që të krijojnë zjarre të ndryshme, u munduan që të krijojnë situata të ndryshme që ta ndalojnë kërkimin nga ana e policisë për të gjetur trupin e Narin Gyran, vajza 8 vjeçare e cila u vra në mënyrë të tmerrshme. Arritëm të zbulojmë se Narini është vrarë në shtëpinë e saj në Tafshan Tepe, në një zonë të Diyarbakirit. Është vrarë në dhomën e ndenjës nga vllau, xhaxhai dhe nëna e saj. E kanë marrur trupin, e kanë thjerë nga shtëpia, e kanë çuar në shtëpinë e Nevzat Bahtjar, një personazh, një njeri i afërt i familjes Gyran. Më pas, Nevzat Bahtjar në besë të Selim Gyran, xhaxhait të Narin Gyranit, e ka marrë Narinin edhe e ka varosur brënda në lum. Normalisht ujti do ta ngrinte një ditë trupin sipër dhe policia ka arritur që të gjejë trupin e Narinit. Të gjithë fshati kishin frikë të flasin, sepse një fenomen i çuditshëm kishte ndodhur në këtë zonë. Nuk ishte fëmia i parë Narin që kishte vdekur, por kishin vdekur edhe shumë fëmijë të tjerë. Disa vite më herët kishte vdekur dhe motra e Narin Gyran, Tulin Guran, quhet motra e saj, dhe për të dyshoheshte se është vrarë nga familjarët. Do me thënë, në këtë fshat vajzat vriteshin sepse ishin të padëshiruara dhe vrasjen e personave të këtill e merrte dikush i cili nuk kishte fare të bën me vrasjen, sepse ashtu preferonte kryeplaku i fshatit. Hetimet vazhdojnë akoma sepse përpos 3 protagonistëve apo 3 të dyshuarve, të cilët tashmë edhe kanë pranuar fajsinë e tyre për vrasjen e Narinit, Selim Gyran, xhaxhai i Narinit, Jeskel Gyran, nëna e Narinit dhe Enes Gyran, vllau i Narinit, janë të burgosur me burgim të përjetshëm. Nën hetime janë marrur edhe familjar të tjerë, të cilët vazhdojnë të dyshohen që kanë të bëjnë me vrasjen e kësaj vajze, dhe gjithë kjo vrasja ka ardhur sepse Narin ka parë nënën e saj dhe xhaxhain e saj duke kryer marrëdhënie seksuale. Trupi pajetit 8 vjeçares Narin Gyran, e cila u zhduk më 21 gusht të vitit 2024 në fshatin Tafshan Tepe të rrethit Baglar të Diyarbakirit, u gjet 19 ditë më vonë në përrojin e Tafshan Tepes. Narin Gyran, e cila u zhduk më 21 gusht në lagjen Tafshan Tepe të rrethit qendror Baglar të Diyarbakirit, u bë një temë nxehtë në Turqi. Trupi i pajetit Gyranit u gjet në një thes në shtratin e përrojit më 8 shtator të vitit 2024. Xhaxhai i Narinit u arrestua në lidhje me incidentin. Trupi i Narin Gyran i sjell në Institutin e Mjekësisë Ligjore të Diyarbakirit, pas autopsisë u dorëzua të afërmve të saj dhe u soll në lagjen ku ajo jetonte, ngjitur në fakt me lagjen Tafshan Tepe. Një ceremoni mortore për Narinin u mbajt në xhamin e lagjes. Në ceremoni morën pjesë guvernatori i Diyarbakirit Murat Zoruloglu, komandanti i xhandarmerisë dhe shefi i policisë të Diyarbakirit Tuna Kepolu Ataman dhe Mehmet Said Yalias, drejtori i krahinori i arsimit kombëtar Murat Kuçukali dhe kryetari i Hazro Fuat Mehmetologlu, dhe menaxherët e institucioneve dhe kryetarët e krahinave dhe qarkut të disa partive politike. Nëna dhe babai i saj nuk ishin të pranishëm në funeral sepse ishin në paraburgim.
Pas lutjes së xhenazes, Narin u dërgua në lagjen Tafshan Tepe me një velo të bardhë të mbështjell rreth arkivolit të saj. Vëllau i madh i Narin Gyran, Baran Guran, mori velon dhe fustanin e bardhë që ishin në arkivolin e saj, pasi u varos. Narin u varos mes lotësh në varezat e lagjes. Hetimi për vrasjen vazhdon. Në padi u ngritën në gjykatën e lartë të 8 penale të Diyarbakirit kundër 4 personave në lidhjen me vdekjen e Narin Gyran, trupi i pajetës së cilës u gjet në një thes në shtratin e Përojit, i mbuluar me gurë me peshë 30, 25 dhe 20 kg dhe i fshehur në shkure në ditën e 19 të operacioneve të kërkimit, pasi ajo u zhduk më 21 gusht të vitit 2024 në lagjen rurale Tafshan Tepe të rrethit Baglar. Në seancën e dytë të dëgjimit të çështjes të mbajtur me 28 dhjetor, xhaxhai i Narinit, Salim Gyran, vëllau i saj madh Enes Gyran dhe nëna e saj Yuskel Gyran u dënuan me burgim të përjetshëm të rënduar për krimin e vrasjes me dashje të një fëmije në pjesëmarrje. Dhe Nevzat Bakhtiar u dënua me 4 vite e 6 muaj burg për krimin e shkatrimit, fshehjes ose ndryshimit të provave të krimit. Është ngritur padi kundër Birsen Gyran, Fuad Gyran, Mashal Gyran, punonjës të Salim Gyran, Mehmet Selim Atasoi, Mehmet Sefket Kaya, Mehmet Kaya, të cilët janë arrestuar nga zyra kryeprokurorit publik të Diyarbakirit dhe të dyshuarve Sema Kaya, Hajde Guranutu, Guran dhe Omer Faruk Guran për veprën penale të favorizimit të një kriminali në gjykatën penale të 17 të shkallës së parë të Diyarbakirit. Fëmijët e tërhequr në krim pa u arrestuar janë me inicialet MPG 15 vjeç, IPK 16 vjeç dhe RPK 15 vjeç. Akuza e përgatitur kundër tij për krimin e favorizuar të një kriminali u pranua nga gjykata e dytë e fëmijëve në Diyarbakir. Në proces pasues të dy dosjet e çështjes u bashkuan. Do me thënë, të arrestuarit për vrasjen e Narinit në bashkëpunim, do me thënë këto që përmenda tani, janë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 deri në 18, plus do me thënë 3, nëse i përfshim të gjithë janë 20 pjesëmarrës në vrasjen e Narin Guran. Këto persona që unë i përmenda, këto kanë favorizuar, do me thënë imagjinoni si burgosën Turqia. Burgosën persona që kanë bërë krimin, do me thënë Salimi që ka vrarë, që ka ndihmuar të vrasi Narinin, ndërsa Narinin e ka vrarë Enesi, vëllau i saj. Tashi Salimi dhe Yskeli kanë qenë në dhomë duke e parë teksa Enesi po vret Narinën, imagjinoni çfarë tmerri është ky. Dhe në anën tjetër, këto emra që unë përmenda janë emra të cilët kanë favorizuar Salimin dhe Yuskelin dhe Enesin në gjykat. Do të thënë në këtë formë është duke burgos Turqia për këtë rastin. Edhe emra të cilat i kanë favorizuar sepse mes tyre, do të thënë këto kanë fshirë krejtësisht dhe kanë fshehur krejtësisht ngjarjen. Pas seancës së parë dëgjimore të çështjes së mbajtur më 14 prill në gjykatën e 17 të shkallës së parë, advokatët e të pandehurve nga familja Gyran paraqitën një ankesë kundër gjyqtarit të gjykatës në Këshillin e Gjyqtarëve të Prokurorisë HSK më 17 prill. Në peticion thuhej se mbrojtjet e të pandehurve u dhanë pa u kujtuar atyre të drejtën e tyre për të heshtur dhe të drejtat e tjera, pa lexuar prokurori akt akuzën se një shoqat e palidhur ishte përfshirë në çështjen si palë dhe se kufiri i poshtëm i krimit për të cilin të pandehurit u gjykuan ishte 6 muaj sipas ligjit, por koha që ata kaluan në paraburgim të kalonte 7 muaj dhe kërkoi një hetim ndaj gjyqtarit të seancës dëgjimore. Pas seancës së dytë dëgjimore të mbajtur më 25 prill, prokurori përfundoi mendimin e tij mbi themelin e çështjes në lidhje me të pandehurit. Në mendim u kërkua një dënim me burgim nga 6 muaj deri në 5 vite
për të 15 të pandeurit, 6 prej të cilëve ishin në arrest dhe 3 prej të cilëve ishin fëmijë. Në seancën e tretë dëgjimore të mbajtur më 2 maj, trupi gjykues vendosi të vazhdoj statusin aktual të pandeurve në paraburgim dhe shtiu seancën dëgjimore për 30 maj, në mënyrë që advokatët e të pandeurve të paraqesin justifikime të mund të jepnin mbrojtjen e tyre mbi themelin e kësaj çështje. Mehmet Selim Atasoj, i cili po gjykohet ndërsa është në paraburgim për këtë çështje, gjithashtu paraqiti një ankesë kundër gjyqtarit në HSK përmes advokatit të tij Mehmet Selim Aslan. Kërkesa e datës 2 maj përfshinte deklaratën e mëposhtme. Vërejtja se prova që paraqita në seancën nuk u morën fare në konsiderat dhe se vendimi u mor vetëm me deklaratat e palës kundërshtare. Kjo situatë tregon se gjyqtari ka humbur pa anshmërinë e tij dhe nuk merr një vendim objektiv. Edhe pse nuk ka asnjë akuzë kundër klientit tim Mehmet Selim Atasoj, ai vendosi të vazhdoj paraburgimin e tij në seancën dëgjimore me datën 2/5/2025. Akuza që i atribuohet klientit tim është se deklaratat e tij janë në kundërshtim me deklaratat e të pandeurve të tjerë, edhe pse kjo mund të jetë asnjë akt akuz, vendimi për të vazhduar paraburgimin e klientit tim tregon qartë keqbesim. Gjyqtari ka qëllime të këqija, person nuk është i detyruar të tregojë të vërtetën për atë për të cilën akuzohet përveç informacionit të identitetit të tij. Ne nuk mund t'ia shpjegojmë këtë gjyqtarit, ose gjyqtari nuk dëshiron të na kuptojë. I njëjti gjyqtar plagosi 2 persona të ndershëm me armë dhe theu kocka. Personi që shkaktoi thyerjen u lirua pa arrest. Numri i dosjes së kësaj dosje është 2025-152. Kjo dosje po trajtohet nga ky gjyqtar në përputhje me arsyet e lartë përmendura, me respekt kërkoj që të kryen hetimet e nevojshme kundër gjyqtarit dhe të fillohen procedurat disiplinore dhe hetime gjyqësore për shkak të paanshmërisë dhe shpërdorimit të detyrës. Ai qelloi 18 lumba ndaj 2 personave dhe ata u liruan. Duke folur për DHA-n, advokati Mehmet Selim Aslan deklaroi se i dyshuari që plagosi 2 persona me armë në incidentin e ndodhur në vitin 2024 dhe u pasqyrua në kamerat e sigurisë u lirua nga i njëjti gjyqtar, por klienti i tij Mehmet Atasoj është mbajtur në paraburgim për 8 muaj, siç tha më poshtë. Dhe më pas, unë jam advokati i R.K. dhe babait të saj Mehmet Selim Atasoj në çështjen e njohur në publik si vrasja e Narin Guran. Klienti im është mbajtur në paraburgim për 8 muaj. Do me thënë, tani në këtë rast, advokatët po bëjnë të pamundur